Loja luhet me mendje, jo me shpërthime emocionale, kritikat të forta ndaj Albës për mënyrën e komunikimit. Situatat e fundit në shtëpinë e Big Brother kanë hapur një debat të gjerë mbi mënyrën se si disa banorë përballen me presionin e lojës dhe me konfliktet ndërpersonale. Në qendër të kritikave është vënë Alba, sjellja e së cilës është konsideruar nga shumë si e nxituar, e pakontrolluar dhe shpesh e pa kuptim në përmbajtje. Sipas reagimeve të shumta, loja në Big Brother kërkon strategji, vetë përmbajtje dhe qartësi mendimi. Njeriu luan me tru, jo me nerva, është mesazhi kryesor që po përsëritet, duke nënvizuar se fjalët e thëna pa menduar mund të kenë pasoja të rënda. Jo vetëm për imazhin e një banori, por edhe për marrëdhëniet njerëzore brenda shtëpisë. Kritikët theksojnë se Alba shpesh flet pa e peshuar atë që thot, duke kaluar kufi që nuk duhet të preken, veçanërisht kur situatat janë të ngarkuara emocionalisht. Në vend që të menaxhojë konfliktin me qetësi dhe argument, ajo shihet se rrëshet drejt reagimeve impulsive, duke humbur kontrollin mbi fjalët dhe duke e vënë veten në pozita të vështira. Një tjetër aspekt që ka nxitur diskutime është mungesa e reflektimit në moment. Sipas shumë vëzhguesve, Alba shpesh e kupton vonë gabimin, kur situata tashmë ka eskaluar dhe dëmi është bërë. Kjo ka krijuar perceptimin e një lojtareje që vepron më shumë nga impulsi sesa nga mendimi i ftohtë strategjik. Debati është zgjeruar edhe në aspektin e pjekurisë emocionale. Disa e shohin këtë sjellje si shenjë të vështirësisë për të përballuar presionin konstant të kamerave, izolimin dhe përplasjet e përditshme. Megjithatë, të tjerë theksojnë se pikërisht këto kushte janë prova reale e karakterit dhe se çdo banor duhet të jetë i vetëdijshëm për përgjegjësinë që mban ndaj fjalës së tij. Në rrjetet sociale, komentet janë të ashpra. Shumë ndjekës shprehen se një lojtar që humbet kontrollin emocional rrezikon të humbas edhe mbështetjen e publikut. Kur nuk di çfarë thua,